Shëndetje. Sot do flasim për fjalit. Llojet e fjalisë sipas gjymtyrës kryesore. Fjalia ndahet e thjesht kur ka një folje dhe e përbër kur ka dy folje. Marrim shembull 1. Majet e maleve u mbuluan nga dëbora. Kjo është fjali e thjesht sepse ka vetëm një folje, foljen mbuluan. Uji fuqimen e ndron, por zakonin se harron. Kjo fjali është e përbër sepse ka dy folje, foljen ndron dhe harron. Fjalia e thjesht me një gjymtyrë kryesore quhet një kryegjymtyrshe. Këto lloj fjalish kanë njërën nga gjymtyrët kryesore. Fjalën ose kallëzuesin. 1. Natë e ftohtë nëntori. Ka vetëm kryefjalën. 2. Ç'është, ku jemi? Ka vetëm kallëzuesin. 3. Fjalia e thjesht me dy gjymtyrët kryesore quhet dy kryegjymtyrshe. Këto lloj fjalish e kanë të dy gjymtyrët kryesore, si kryefjalën ashtu dhe kallëzuesin. Vendi zjente nga cicërimat e zogjve. Vendi është kryefjala, zjente është kallëzuesi. Kjo fjali quhet dy kryegjymtyrshe.